do bënin be ato, pse mos punonin ato? Prandaj themi ne, pse s'punon njëri në Shqipëri? Gjithë detyrohen ta marrin bukën me vete, si kotën verit, gjys buke, futin aty kokravez nga ato me 27 që të fryet i çik, 2 domote dhe vazhdo jetën. Po më ka bërë përshtypje për shumë firma turke që erdhi ndërtoi rrugën e kombit. Rrogën ja çote pronarin në shtëpi te gruaja. S'kishte punë fare me lekët ky. Ja çote llogarit nusës dhe këtu ishte me mision ai të bëte rrugën. Dhe hanin aty dhe flenin aty. Dhe na qelloi ditë që të filmonin, ka qenë ministri i transportit. Edhe qelloi orari drekës, ta ndohajmë dhe neve. Than turqit do vini tani dhe ju se s'ke ku të shkoni, a kupton? Edhe aty shifshin që kishin menc. Po menc, ç'a menc se gjitha llojet e makaronave, gjitha llojet e pilavit, gjitha llojet e mishave, si më thon, fileto pule, fileto viçi, pastaj fillonin sallatat, pastaj fillonin ëmbëlsirat, pastaj fillonin filoferat me pije, si hotel me pesye dhe shkonin pastaj punonin të lumtur, të qetë dhe del puna më mirë valla. Do të thon, ky pronari kur ka bërë të tendër e ka llogaritë të pjesë që punëtorët të hajnë diçka. Ai kanë shpirt ai këtë pjesë. Po që do të jap ushqim të mirë njerëzve. Unë s'po them fruta deti, edhe po ja dha 2 ditë nuk është ndonjë problem, po jetë ushqim dinjitoz më valla. Dhe ti mund ta hash çfarë doje, nuk është se ku diun, grosh pilav. Pini edhe nga i çaj aty mas buke, rinë çaj kore më abesat e shkollën e mbarë dhe ikshin punonin.